Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ashtu siç e theksoi edhe Marta, siç e ka theksuar në një sër rastesh, ne I çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt, ndoshta sepse ishte shumë vonë, dhe kaluam nga kjo tek faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme, edhe njëherë brenda një afati shumë të shkurtër. Kështu që ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim që nuk është fundi, është vetëm fillimi I fundit. Dhe e dim që duhet të bëjmë shumë më tepër punë, por ndoshta është po kështu edhe momenti për t'ju thënë të gjithë shqiptarëve në atë të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion, dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar u bë edhe më trendi se sa fjala kupotrore. Ja që kështu jetojmë ne me antarësimin në Bashkimin Evropian, dua të them që sot kemi një vend I cili ka një PBB prej mbi 27 miliard eurosh, dhe nisëm me 10 miliard euro. Kemi një vend I cili ka një pagë mesatare në sektorin privat 912 euro dhe në sektorin publik rreth 1100 euro, dhe kemi nisur me një pagë mesatare prej 325 eurosh. Kemi sot një vend që sot ka shkuar nga 300-400 investime direkte të huaja në miliarda vitin e kaluar, por rriten investimet, por rritet ekonomia dhe nuk duhet vazhdojnë, por është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se e gjitha kjo lidhet me punën që ne po bëjmë së bashku. Ibari